Pra, kush je ti? Unë jam Jack Fuego. Fuego, mos i do të pushtuar si vogël ose diçka e tillë? Tani do ta shohësh nivelin e lartë të spanjishtës. Gjërat sa do të vinë do të bëhen më të nxehta. Dhe kjo është krejtësisht e mrekullueshme. Ti do të kishe bërë proshfar ata, shef, nëse nuk do të bëje fjalimin tënd të famshëm. Ciao, mbyll atë gojë dhe s'ko përpara tyre që ti kapësh. Gati për garim. Kjo ka për t'ju nga të shuaj, jo spordjakve. Ju humba me të lavave në qenë të toshë. Njeri u bët tym të dashur teleshikues. E di, e adhuroj se si Jack Fuego erdhi nga hiçi në këtë xhiro të garës. Sa po më kontaktuan tani nga regjia dhe po fillon me njëherë gara e ardhshme në televizion. Rritja e fuqisë së xhiros do të bëhet e imja. Tani do të shkatroj atë kokboshin. A nuk dia të rri dhe pam nga ky akull. Të gjirosh në këto kushte është shumë e rrezikshme. Ata kanë rënë bre kurthit tim tashmë. Valët e Fuegos! Nëse doni të luftoni të këqinjt, ju duhet të mendoni si të këqinj. Më ndiqni! Jap se unë shkoj i fundit tek laboratori Vortexit. Ja ku qenë ka nxënësimi dikurshëm Jack Fuego. Mos je kthyer vallë për të përfunduar trajnimin? Më fal mjeshtër mësues, por unë po i mësoj gjërat në mënyrat e mia. Megjithatë të dërgova disa njerëz. Po duhet të nisem. Pra, je jatët janë Fuego? Sigurisht. Ai ishte një nxënës premtues, por ai donte të mësonte shumë shpejt, shumë lehtë. A mos valla ju kthye në anën e errët? Ti ke parë ca si shumë filma. Ani, do t'ju bëj pak çaj. Deri atëherë do t'ju tregoj çdo gjë rreth Jack Fuegos. Do çaj vendi apo çaj jeshil? Kapitan